Prishtinë ka lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim në seancë ndaj ministrit në detyrë Xhelal Sfeqla dhe të deputetëve të vetëvendosjes Sali Zyba dhe Fitore Pacolli Dalipi, të cilët bashkë me ish-deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës Drita Millaku akuzohen për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në mars të 2018-s. Kjo urdhëresë është lëshuar pasi Sfeqla, Zyba dhe Pacolli munguan në seancën e 16 shtatorit për tre të akuzuarit gjyqtari Sabit Sadikaj. Në atë seancë tha se janë ftuar sipas proces verbalit të seancës paraprake dhe nuk ishte kërkesë për shtyerje të seancës, raporton kështu betimi për drejtësi. Në një përgjigje për këtë të fundit, gjykata themelore në Prishtinë konfirmoi se urdhëresa e lëshuar nga gjyqtari Sadikaj duhet të ekzekutohet nga policia e Kosovës dhe të akuzuarit të sjellen në seancë më 31 tetor në orën 10. Flasim tani për presidentën e Kosovës.